Takimi i përjavshëm për Big Brother na bën sërish bashkë me opinionistin Elton Tozaj, përpara se t'i marrim një për një gjërat me detaje ekskluzive për ngjarjet brenda shtëpisë, nuk mund të mos ndalemi tek këshilli shumë përfolur i tij dhe Neda Ballukut, për të cilin raportoi Priveva Liberta Spahiu ditë më parë. Po, është e vërtet që ka pas një debat nga ana e Nedës, jo nga ana ime, që t'jemi të qartë. Një sulm verbal që pata, ndërkohë që shkoja në studio për të dalë në transmetim në 15:30 nga kafja e Topit, doli Neda duke më hakur rryer pse unë komentoj Nedën, pse unë flas për Nedën nëpër emisione. Dhe që duhet bëja mirë që ta mbyllja gojën, mos ta komentoja më, sulmoja, sepse ajo ndiheshe e ofenduar në intervistat që ajo kishte dëgjuar për mua, apo në postimet që unë kam bërë, dhe në rast të kundër do të ngjitë në gjyq. Tani, unë nuk e di, unë jetoj në vitin 2025. Në vitin 2025, një nga ato nenet e pare të kushtetullës janë liria e fjalës e të shprehurit e të mendimit. Për sa kohë ne bëjmë këtë punë dhe për sa kohë jemi pjesë e një bote mediatike, për sa kohë Neda zgjedh vetë të jetë pjesë e një formati, siç është Big Brother, që është formati më i komentuar në Shqipëri, edhe në Kosovë. Duhet të marrë parasysh në komentet që opinionistët e tjerë, jo ata zyrtarët në Big Brother, po ka dhe opinionistë të tjerë, dhe këtë gjë Neda prap duhet ta pranoj, mos i ngeli hapni, nuk është e vetmja në atë fushë. Nuk ka asnjë gjë të keqe që të komentohet. Kështu që doja t'i rikujtoj, jo, po se me që jam të kjo pjesë dua ta rikujtoj. Neda ka një mbiemër të madh mbi supe. Tashmë, sinuse. Dikur, nëse do e kishte këtë emër në 75-ën dhe nëse do më kishte kërcënuar, unë sot do isha në burg me hetuesi prokurori sepse ka qenë sistemi. Sot jemi në 2025-ën dhe i rikujtoj zonjës Balluku që jo, tashmë nuk është më me gjyqe, nuk është më me prokurori, nuk është më me hetuesi. Fjala e lirë mbrohet nga ligji Neda. Sipas Eltonit, është e qartë që Neda kishte për Rozanën. Sa ajo e lidhi të tërën me Rozanën, edhe më tha, ti mund të bësh çfarë të duash me shoqen tënde shekullore, se me sa duket këto kanë dhënë një problem. Ti sa më të i duket çudi që një njeri mund të ketë një miqësi për 20 e ca vitesh me dikë. Mbase këtyre miqësit i zgjasin me muaj ose 1-2 vjet, por unë ato 3 miq që kam, të 3 i kam prej vitesh, shumë vitesh. Njërin e kam që në shkollë 8 vjeçare. Pastaj është Ardi Pulej që është gazetar në Top Channel, moderator, ka 20 e kusur vjet. Është Rozana 20 e kusur vjet. Këto janë miqtë e mi, kështu që nuk është ndonjë çudi e madhe që unë ta kem shoqen apo shokun shekullar. Ajo që asaj ti kishte djegur ishte pse unë kisha komentuar komentet e saj për sa i përket Rozanës. Pse unë kisha treguar, neve bashkë tu kemi folur, për pjesën e inateve personale që ajo ka pasur me Rozanën që atëherë. Dhe pse unë kisha risjell edhe një herë në mendje skenën e famshme të fan klubit ku Olti Curi i dhuroi një shampë. Kështu që, është edhe një krahasim që i pata bërë dhe mi personazh tjetër TikToku, që Neda nuk ka fare pse të ofendohet, pse unë e kam krahasuar me atë, se fundja fundit to janë personazhet që ato veti marrin, i ftojnë dhe i komentojnë nëpër reality show që ta haj. Dhe për sa kohë ti personazhet e TikTokut i fut brenda një formati televiziv, do thotë që ti do krahasohesh me atë. Opinionisti pretendon që urrëtia e Nedës ndaj Rozanës është patologjike. Neda kam përshtypjen ka një urrëtie patologjike ndaj Rozanës. Jo kam përshtypjen, po është shumë e qartë. Domethënë një njeri që shan, roli i një opinionistit është të japi opinion për lojën e një banori të caktuar në atë forma. Dhe nuk është roli që të denigroj as lojtarin dhe as ata që rri lojtari, e për më tepër ata që mbrojnë lojtarin jashtë. Domethënë duket aq hapur që Neda e ka personale, sa mirë me Rozanën që tashmë po ja bën mua. Mirë me lojtarët që kanë ndetur me Rozanën, po tani po merret dhe me ne që jemi jashtë atij reality show që po mbështesim Rozanën. Domethënë është aq e qartë e tërë situata që
është bërë shumë e lodhshme nga kjo pikë. Mendoj dhe shpresoj që produksioni patjetër ose kam përshtypjen kjo është hera e vetme që Neda do të jetë opinioniste dhe ata po e lën mbas edhe me qëllim këtë gjë, unë nuk e di, po do të kisha shpresuar shumë që minimalisht tash te këto 2 javë të fundit kishte një lloj ndërhyrje që kjo gjë mos të bëhesh e kaq shumë bajat, sepse është gumzhin rrjeti për deklaratat e saj raciste ndaj Rozanës. Atyre që mbështesin Rozanën dhe ata që kanë qenë miq të Rozanës brenda asaj shtëpie. Dhe të kujtoj këtu për shembull, ka masakruar Livian, ka masakruar Laertin. Unë sot kam hedhur një video ku vetëm se Laerti rregulloi edhe një marrëdhënie me Rozanën, Neda doli komplet 360 gradë, ndroi pozicion dhe doli prapë kundra Laertit. Domethënë janë ca gjëra që janë shumë, nuk e di, janë shumë të dukshme, që duket s'do ka llauz. Por a ka diçka që nuk dihet në këtë mes? Jo, nuk ka asnjë lloj gjëje. Rozana dikur, siç neve kemi bërë më të tërë, të gjithë kemi komentuar historikisht Big Brotherin. Unë e kam komentuar sepse kam qenë pjesë 2 vite përpara Nedës. Dhe në kaq vite Big Brother që është bërë, unë e kam komentuar gjithmonë, si në Top Channel, si në rrjetet e mia sociale, dikur ka qenë Facebooku, pastaj erdhi Instagrami, në një reality show ka njerëz që duhen dhe urrehen për lojën e tyre, jo për njeriu. Dhe Neda ka qenë një nga personazhet që është urryer më shumë për lojën që ka bërë. Kështu që Nedës mos i dukesh e fare çudi kjo pjesa që pse është gjykuar jashtë atëherë kur ka qenë në lojë. Pavarësisht saj, unë e di shumë mirë sepse na ka bërë përshtypje kur Neda ka ardhur tek dyqani i Rozanës dhe ka marrë fustane. Çdo gjë ka qenë shumë normale. Sjellja e saj dhe nuk ka pasur kurrë asnjë hatërmbetje, asnjë gjë, nuk është se ajo e vazhdoi mos të muhabet. Ose mbase përfitoi për atë rastin për të marrë atë çka ka për dashur për të marrë dhe ka qenë kaq, po. Më pas nuk ka pasur shkëputje. Dhe kur ka dalë emri i opinionistët, nuk kam qenë bashkë me Rozën dhe me Andetën, motrën e Rozanës, dhe këtë kemi diskutuar sepse Rozana ka thënë, aha, Neda që nga më tha. Po Lore tha se do e shfryj gjithë urrëtin që ka për mua, do ta shfryj aty. Dhe në fakt kjo ka ndodhur. Për grupin që përkra Rozanën, shpallja si finaliste e parë ishte kurorëzim i një pune të madhe, por s'ka kohë për pushim. Ne mezi po presim që të mbaroje gjitha kjo që se dje po flisnim dhe me Andetën, i thash po diskutonim edhe sa ditë kemi, edhe tha Andeta dhe 14 diton më duken si 120. Do me thënë, fillon dhe një herë kemi këtë javën e pushimit, dje, derisa të fillojnë votimet për fituesin. Po kjo pjesa e jashtme, unë kam 4 vite që e bëj, e kam bërë me Ilirin, e kam bërë me Luizin, e kam bërë dhe me Eglacenon. Zoti më ka ndihmuar që të tretë kanë qenë fitues, shpresoj ta nxjerr dhe të katërtin. Të jem kontribues edhe te kjo, jo se jam unë i vetmi, po unë kontribuoj më aq sa mundem për të arritur objektivin. Shpresoj që edhe këtë vit ta marrim trofeun. Shumë i lumtur që u zgjodh, e merituar absolutisht, e merituar. Kanë qenë 2 Big Brother që nuk më kanë lodhur shumë për të zgjedhur finalistin. Ka qenë Big Brother me Luizin, i cili ishte gjëja më e thjeshtë për ta bërë. Dhe ky Big Brother për zgjedhur Rozanën finaliste. Ishte goxha shumë e lehtë. Nuk e prisnim që të ishte kaq e lehtë përballja me Gerthen, po na rezultoi goxha e mirë. Goxha e lehtë dhe goxha avantazh. Teksa finalet 18 prillit po afron çdo herë më shumë, po flitet se Rozana e ka të premtuar fitoren nga produksioni. Profili im raportohet mbi 50 herë në ditë. Mbi 50 herë në ditë nga 3 IP. Njëra vjen nga Përmeti, njëra vjen nga Kosova dhe njëra vjen nga Zvicra. Por që janë 50 profile. Domethënë janë 3 persona me 50 profile. Që bëjnë raportimet tek duke na prerë live-et e postimet në IG stories, po që janë gjëra. Dje na ndodhi që na thollën këto. Jo dje, par dje. Jo dje, ndjes, dje ka qenë ditë e dje, po dje. Dje mas dite rreth orës 5 në IT-t, 2 çuna fantastik, që i përshëndes, na thollën këto. Urëlët e këtyre nga kishte nisur e tëra kjo. I bëj thirrje 2 djemve nga zyriu, që mos të përhapin lajmet e rreme,
nuk ka asnjë lloj gjë të vërtetë. Ne do luftojmë deri në momentin e fundit të dali fituese Rozana, sepse neve nuk dim asgjë se kush do ta fitojë. Neve nuk dim kush do jetë finalisti tjetër nesër. Neve nuk dim nëse përballja e fundit do të jetë midis Rozanës dhe Gjestit, apo Laertit, apo Rozanës, apo Gertës, apo Eglit, apo Danjës, apo nuk e di, nuk e di fare. Nëse kjo do ishte kaq e lehtë, ne do kishim eliminuar përpara njerëz dhe nuk do kishim lënë Gjestin, nuk do kishim lënë Laertin, nuk do kishim lënë Danjën, nuk do kishim lënë Eglin. Tani për fund, nuk është e vërtet as pak. Ne po vrasim mendje si do riorganizojmë edhe një herë tash se është lodhje shumë e madhe, ëh. Si do ribëhet edhe një herë nga e para e tëra kjo gjë. Kështu që ne po shfrytëzojmë këto 3-4 ditë pushim që të pushojmë pak, pavarësisht se pjesa e monitorimeve është goxha, janë 24 orë të shkretët. Po duhet t'i bëjë të qartë, nuk fitohet me drona, nuk fitohet me profile falso, nuk fitohet me sharje, nuk fitohet me kërcënime, nuk fitohet me fotopistoletash që na i dërgoni, fitohet me votë. Është e thjeshtë. Pikë. Po, i kemi të identifikuar, presim përfundimin e reality show, nuk duhet të bëhemi pengesë për asnjë gjë. Po, janë një pjesë goxha e konsiderueshme, janë diku ke 22 persona që janë të identifikuar, persona dhe që kanë derdhur cash për Gjestin. Më vjen keq dhe nuk e di pse ja ulin figurën një lojtari të fortë si ai, dhe kjo nuk i bën der lojtarit, as pak. Kjo është një gjë shumë e shëmtuar, ata mund të krenohen tashti sepse mendojnë se nesër kur dali Gjesti do i thonë që shiko se çka kemi bërë neve për ty. Dhe ka qenë dhe një pjesë goxha e egër tani nga Egli. Madje njëri është familjar i Eglit, por për momentin s'dua që ta publikoj. Në ndërkohë, ditëve të fundit janë rritur kërcënimet e Eglit dhe Gjestit për lënien e lojës. Për herë të parë, Tozaj vjen me pretendime të rënditëse. Unë kam 3 javë që e them, u gëzova shumë para një jave kur Gjesti mori frerët e lojës dhe një herë në dorë. Thash më në fund u rikthye në lojë, nuk ma mori mendja që do ribinte edhe një herë viktime e Eglit dhe për më tepër dhe e Gertës, është e tmerrshme. Një lojtar aq i fortë të biri viktime e Eglit dhe e Gertës me një herë nuk e betoja. Po të marr një shembull. Po të rikujtoj domethënë diçka. Kur u pyet Rozana se kë do ti të shkojë në finale në këtë televotim, Rozana tha 2 gjëra shumë të bukura. E para tha Gjesti është finalist absolut, tha dhe nuk kam pse ta çoj unë tha në televotim, tha se është praktikisht është e pakuptim. Dhe Gjesti këtu duhet thoshte faleminderit për vlerësimin. E dyta, tjetra shumë e bukur që ishte, tha nuk mund të vë përballë njëri tjetrit Gjestin ose Eglin. Se mirë keq si janë sjellur ata me mua. Për shkak të një lidhje që ata kanë pasur njëri me tjetrin, ashtu si ka qenë Roma për Toma, me të mirat edhe me të këqijat e veta, me sharje, pa sharje, me ofendime. Egli Gjestin e ka dashur dhe unë nuk mund t'ja bëja kurrë këtë gjë. Kështu që më mirë, le të zgjedhim siç ajo e mendon, atë të tretin më të fortë, sepse Rozana e di edhe vetë që i dyti më i fortë, domethënë finalisti i dytë më i fortë pas Rozanës është Gjesti, le të zgjedhim të tretin midis Eglit edhe Laertit. Ajo që unë nuk kuptoj këtu është çfarë hyn Egli këtu që thotë nëse unë nuk zgjidhem finaliste do lë lojën. Çfarë hyn Gjesti këtu që thotë unë nuk votoj me Danjen, Jozin, Loredanën, Laertin apo me kë ka ngelur se nuk jam langaraq, është shumë e turpshme. E para njëherë mos i jep atribute vetes edhe mos i jep kredite vetes që ti nuk i ke. E dyta, vllai dashur, ti me ata pa hap buk. Dhe nëse ti ofendon ata që ti ha buk, atëherë turp për ty që ha dhe ti buk me ata, sepse që nga më keq se sa ata. E treta, Gjesti duhet dhe Egli duhet kujtojnë diçka. Nuk janë ata të dy që bëjnë Big Brotherin. Është Big Brother që ka bërë këta. Kështu që të rinë, të presin, të tregojnë të maturuar, të pranojnë rezultatin e votimit, të fitojnë më i miri, dhe të mos djegin me benzinë as Top Channelin, se në një vend tjetër demokratik, nëse ti në një televizion tjetër, kudo në për Europë, Angel, të dalësh dhe të thuash, nëse ti mua nuk më jep këtë gjë tani, unë ty do të djeg me benzinë kur të dalësh, gjë e parë që duhet ndodhi është i shtetit marrë masa.
Të marrë këtë person, ta pyesi dhe t'i thotë, vllai i dashur, çfarë ke këto deklarata? Sepse janë goxha të papërgjegjshme. Dhe ti nuk mund të bësh thirrje për tubime, protesta, dhe çfarë është protest? Mos e krahaso veten me Luiz Ellin. Protest është bërë vetëm për Luiz Elli dhe nuk bëhet për asnjë banor tjetër. Lodhe shkot, Besart Kelmendi. Luiz Elli ishte Luiz Elli, ti je Besart Kelmendi, se të teket ty, të ngrefet ty mendja, që ti të mos dalësh në televotim me Jozin, se s'të pëlqen ty kështu. Po me këtë do dalësh, ata ke banor. Të dalin të tërë, të fusin banor të tjerë që të pëlqej ty forma e televotimit apo se si janë. Jo, kjo është skandaloze. Thirrje çohuni ju, çohuni të gjithë për protest, ta shkallmojmë këtë mur. Po tash i din nga muri s'të thon gjë. Shaj s'të thon gjë. Ofendo s'të thon gjë. Presion s'të thon gjë. Pranon televotim s'të thon gjë. Kërcënim s'të thon gjë. Thirrje për protesta s'të thon gjë. Po tash më fal. Pas ka lojtar më të llastuar se sa ky? Një nga rregullat kryesore, sepse lexoj shumë nga këto fakte që jo e sulmon produksioni asnjë gjë, madje në ka lojtar që është favorizuar më shumë në historinë e të gjithë Big Brotherave është Besart Kelmendi. Të kalosh murin e shtëpisë të Big Brotherit, Googleoje, Angel, është rregulli kryesor që ti përjashtohesh automatikisht nga shtëpia pa të drejtë rikthimi. Është në Biblën e Big Brotherit. Besartit i është falur kjo gjë. Dhe jo vetëm kjo, po shumë gjëra që nuk i diskutohen as në Prime. Besarti mund të ketë trauma nga Klan Kosova, mund të ketë trauma, e kuptoj shumë nga Big Brother VIP Kosova, mund të ketë pasur patjetër, nuk e vë në dyshim, duke pasur parasysh. Unë e kam ndjekur dhe e kam vënë që po, ka pasur padrejtësi. Po Big Brother VIP Albania nuk është njëjta gjë. Big Brother VIP Albania nuk është produksioni i Big Brother VIP Kosovës. S'do të jepja drejt nëse do të ishte 1 ose 2, po, të 3, po, i jap të drejt që po edhe mund të ketë pasur hatërmbetje dhe mund të ketë pasur dalje fjale nga kontratash apo gjëra të tjera, siç thotë ai. Një tjetër gjë që s'm ka pëlqyer që dua ta cek dhe këtë, shpesh herë dëgjoj gjestin që thotë do ju anxher lakrat. Nuk e di se çfarë do të thënë. Po ka ardhur koha që ose produksioni ose gjesti në këtë Prime ditën e nesërme duhet të deklarojnë çfarë janë këto lakra. Sepse populli që voton jashtë paguan lek. Dhe nëse e tëra kjo që nga një farsë dhe neve nuk e ditë kemi, sepse kështu po thot një banor brenda shtëpisë. Nëse juve mua nuk më jepni Big Brotherin apo nuk më zgjidhni finalist, unë do ju nxjerr lakrat juve. Një pyetje publike kam unë. Kush janë lakrat? Plot janë të bindur që gjestit po i gatuhet kulaçi nga produksioni për t'ia marrë fitoren nga duart. E vërteta? Nuk e di se çfarë do të thënë kjo po i gatuhet kulaçi. Gjesti ka miellin, ka dhe ujin, ka kripën, ka sodën, ka majan dhe mund ta gatuaj vet kulaçin. Nuk ja gatuan njëri gjestit. Dje për shembull gjesti ka bërë kulaç, pite, byrek, kollpite, byreçka, petlla, çdo gjë i ka bërë të tëra vet dje. Nuk ja ka bërë njëri gjestit. Gjesti vet doli nga muri. Gjesti vet shau egnin, gjesti bëri egnin që të dilte me barel nga shtëpia. Nuk e bëri produksionin. Gjesti vet i ka sot ka sulmuar. Gjesti është vetëm lojtar që ka lëpir aty ku ka bështyr. Ka bështyr te Gerta gjatë gjithë kohës dhe di ka qenë me Gertën, lëpin te Gertën. Gjeti ishte ai që i ka thënë Rozanës unë do të flas më dhe ka ardhur puna që ka vajtë dhe ka lozur me Rozanën. Gjeti lojtar i mirë, shumë i fortë, por nuk ka taban. Sepse është i vogël mbasi 24 vjeçar. Po, kjo gjë do ta penalizoj. Nuk e di domethënë si mund t'i biesh një qafë autoreve dhe 2 djemve që janë autorë të atij programi që realisht punojnë me mish e me shpirt. Realisht nuk e di më ku i shpikin këto gjëra dhe nuk e di pse është krijuar kjo psikoza e dëgjoj, këto janë gjëra që ne i shikojmë 24 orë, Angel. Ti ulu dhe shiko, dje, po të marrë shembullin e djeshëm, ose për të marrë shembullin e murit, ose për të marrë shembullin kur doli Egli nga shtëpia, çfarë shembullin do të marrë, këtë duash ti. Më thuaj. Kishte faj produksioni për këtë pjesë? Pse doli ai për shembull nga muri? Jo, i vetmi faj që pati produksioni ishte që e toleroi.
Fakti që u bullizua, u shantazhua etj, çfarë ju bë Eglit dhe derisa arriti në atë gjendje të rënd mendore. Kishte faj produksioni? Jo, kishte faj Gjesti. Fakti që Gjesti ka thënë dy histori të ndryshme në një Big Brother në Kosovë, ku thotë që nëna dhe baba rrite nënën, nëna rrite mua këto, ndërsa këti në këtë Big Brother ka thënë tjetër gjë që s'ka pas fare lidhje kjo gjë, është faj i Gjestit. As i prindërve të Gjestit, as i familjarëve të Gjestit. Çfarë bën njeriu e bën dhe do ta psoj vetë, më kupton? Këto janë gabimet që ka bërë vetë Gjesti. Ultimatumet janë për sonte. A do e lën Egli dhe Gjesti lojën? Jo, dëgjoj, këto janë, e ke parasysh, janë si këto më duken mua si këto trimat e kësaj të Instagramit, që shajnë na çojnë pistoleta, na ofendojnë familjarët. Shumë duke dhe mua këta, që kur të thojnë pastaj përballë, sillen shumë mirë me ty. Janë shumë dashur të kërkojnë falje, jo po shiko se unë se thash kështu, jo po kështu. Do e shohësh. Në qoftë se sonte ata do të pyeten për këto deklarata dhe shpresoj shumë që të pyeten për këto deklaratash, sidomos për fjalën rrugaçe, që Egli e ka çuar gojën goxha shumë. Do shohësh që jo shiko se nëse kemi thënë ashtu, e kemi thënë në një kuptim tjetër. Unë do doja shumë që produksioni ta pyeste sot, Ledioni sonte ta pyeste Gjestin dhe ti thoshte, mund të më thuash kush janë lakat që ti do nxjerrësh dhe pse ti po i bën presion Big Brotherin, patjetër që ti të shkosh në finale apo të fitosh Big Brotherin. Kush janë pikat që neve kemi shkelur, çfarë janë marrëveshjet që neve kemi bërë, nëse kemi bërë. Sepse nëse ti deklaron live në një emision që e ndjekin me miliona banora, me miliona, votohet pafundësisht shumë. Njerëzit shpenzojnë lek për ty, për gjithë banorët që janë. Dhe ti del dhe thua që jo, ne s'kemi rënë kështu dakord, unë ty do të nxjerr lakrat, unë ty do të bëj këtë, i bie o produksioni tallet me popullin, o ti po tallesh me popullin. Njëri nga të dyja palë duhet japë patjetër shpjegime sonte. Dhe ti ke për të parë që as Egli as Gjesti, madje sot do të jenë si, nuk e di si kush ka ndodhur asgjë. Dhe ato video ti do të shohësh edhe Gjesti që do jetë gjatë gjithë kohës duke kthyer kokën kështu dhe duke qeshur siç ka bërë rëndon. Po shpresoj që këtë herë të marrin mbi shpatulla një lloj përgjegjësie. Eliminime nuk ka, që të jemi të qartë, apo dënime. Po minimalisht të rriqet vëmendja i lojtarit. Se edhe Zarfi Zi, që është gjëja më e zhvlerësuar këtë vit, është kthyer në kafën macchiato. Shpresoj mos jenë lloj gjenede, po të jenë më në fund të ketë disa reagime të forta nga produksioni për sa i përket këtyre gjërave. Për fund, e mbyllim Eltonin me një analizë për finalistin e dytë, Egli apo Laerti. Unë kam thënë Egli është në garë, kush ikën më shpejt në shtëpi. Kjo që për mua Egli duhet bëj sprint të dalin nga ajo lojë dhe të ikë në shtëpi. Jo për Eglin si lojtare, po për Eglin si njeri. Për Eglin për shëndetin e saj dhe për çdo të unë historikisht ajo që unë kam gjykuar ka qenë lojtari dhe jo njeriu. Loja që ti më jep mua brenda, se unë ty jashtë nuk të njoh dhe nuk të gjykoj dot. Dhe ti për mua si lojtare duhet të dalësh sepse ti po i bën dëm vetes, po shkatron veten dhe nuk është e mirë kjo për ty. Sado që ka njerëz që thonë ti ke rënë në grackën e tyre sepse kjo e tëra mund të jetë një lojë dhe ata kanë dashur vëmendjen, jo. Nuk merret vëmendja duke poshtëruar veten deri në atë feje. Dua të cek, kam parë një ndjes se këtë e kam ndjej, pas jam vetë musliman. Dua të cek pjesën e ignorancës, e vetmja gjë nëse ka një gjë që mund të penalizoj Laertin, është ignoranca karshi fesë muslimane që ka treguar Pardia. Kur tha që Allahu Ekber përdoret nga do doja shumë që sot kishte një kërkesë falje publike për gjithë net komunitetit musliman dhe shpresoj dhe Allahu lart ta falje.